Si është? Ka temperaturë, na duhet një mjek, baba. Do të shkoj të shoh nëse ka ndonjë mjek të lirë. Ale, mos më larë. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Askush nuk është këtu, ha? Ende nuk e gjete se kush e shkaktoi këtë alarm? Nuk mundem, zotëri. Largo, shiko atje prapa. Ambaroi puna juaj me këtë? Ambaruat? Sa po kemi filluar, zotëria e dashur. Shpejt, hajde nxitoni, shpejt. Luani duar. Lëshe me qanin, lere të shkoj. Qetso. Lere atë po ju them. Qetsouni. Prit, qetso, shikoj. Ajo është shumë mirë. Në rregull, asgjë nuk ndodhi, djalë. Çdo gjë është në vendin e vet, gjithçka është aty siç ishte mirë. Ajo sapo ka filluar. Po e çeve të çepim plagën shpejt. Në rregull. Të tha shpejt. Hajde, çepeni plagën më një herë. Le ta sjellin Merxhanin për rreth. Në rregull. Ose do të vras ty. Dëgjoj. Nëse më vret mua tani, nuk do mund të dalesh i gjallë nga këtu. Do të dal. Miku i cili vuri alarmin do të telefonoj policin. Më kuptove mua? Mirë, dëgjoj. Thirrja e policisë nuk do të ndihmoj. Nëse policia vjen këtu, do të vrasë. Do të pres këtu me thik në fytyrën e mëngjes basart. Dëgjoj, djalë. Nëse më vret mua, do të vrasin edhe njerëzit e mi ty. Unë do të vdes. Atëherë, ty dhe këtë vajzë do t'ju hedhin në plehra. Më kupton, djalë? Qetëso. Pastaj le të bëjmë një marrëveshje. Sigurisht, të bëjmë marrëveshje. Na nxirreni vetë Kara nga këtu dhe nuk do të thrasin policin. Kara? Kush është Kara? Djalin që mori që në ankantin e fëmijëve dhe do t'i shqisi organet. Qetëso. Më kujtoj tani. Kara është djali brun. Kara. Ai ka vdekur, nuk mund ta shpëtonim. Çfarë? Ka vdekur? Tani, a duhet ta lëm të mbijetoj, apo jo djalë? A është ende marrëveshje e vlefshme? Nuk do të telefononi policin? Dhe ne do ta mbajmë gjallë vajzën e vogël. Në rregull? O bo mëngjes. E di. Aliu nuk është kthyer. E di. O Zot! Ata erdhën! Gjano! Merxhan, Ali! O, Sabit? Merxhan, Ali! Sabit? Familja ime. O, Zot, lavdi Zotit! Kyleşja ime, eja këtu, eja. Ali, a nuk ishte Kara aty? Kara vdiq. Ka vdekur Kara?
Ali. Ali mos më lar, Ali mos më lar. Ali mos më lar. Ali mos më lar, të lutem. Ali mos më lar, Ali. Ali, mos më braktis. Mos më lë, Ali. A i nuk të la, Kara. Nuk u largua i zemër. Nuk të la, vëlla im. Vëlla ju, Ali është këtu. A i është i shtrirë pranteje. Ti vetëm s'gjohu. Aliut të dha veshkën e ti. Veshka e Aliut është brenda teje. Edhe nëse Aliut të lër veshka e ti nuk të lë. Eja këtu. Sa beti. A nuk do të ishte e plot nëse Gylashe do të ishte këtu? Çfarë do të ishte e plot? Lumturia? O, ata erdhen. Ata kanë arritur. Mirë se erdhe, Bi. A i ti ke ardhur në shtëpi, do me thënë, a? Ke ardhur, a? Mirë, në rregull. Me njëherë sa po vërtetua me tesin e ADN-s, se ishte djali im, ma dhanë mua motrën Gylashe. Vëllau Barbaru kujdes për gjithçka. Oj, ti e dashura jon. Sa mirë, ti në shtëpinë tonë solla aron bebesh. Mirë se vini. Hajde, le të futemi brenda. Tavolina është gati, hajde. Hajde, futuni brenda, hajde. Le të shkojmë. Le të ham dhe të flasim për këtë gjën e divorcit. Ha. E sa bukur e the pra Xhaxha Hafiz. Hajde, një të flasim për mëngjes e të mësojmë se çfarë tha avokati. Hajde. Hajde, le të shkojmë. Gjemal, edhe ti duhet të na tregosh me që avokati divorcit është miku yt? Unë? Jo, nuk do ta them këtë kunat. Nuk jam shumë i mirë në këto gjëra. Unë jam më i suksesshëm në veprim, pra në praktik. Mos më bëni të çmendem. Më thuaj nëse kjo vajzë do të divorcohet sot apo jo. Kunat, mos e çmend atë dhe tregoj nëse do të divorcohesh sot apo jo. Po ashtu edhe ti. Edhe ti më shite me njëherë, do me thënë, nuk do të bëjmë asnjë punë me ty. Tani jo që nuk do të përfshihesh në diçka me Gjemalin, por nuk do të therish as edhe një vit me të në Kurban Bajramin. Nuk do ta lejoj. Nuk do të zemërojmë. A mund të më thot dikush se çfarë po ndodh? Barbaros djalim, nuk mund të ketë një divorc të pakontestueshëm pa kaluar një vit. Çfarë po flet Xhaxha Hafiz? Tani nuk do të jeni në gjendje të divorcoheni? Po, urdhëro. Fol tani zonja Lara. E Xhaxha Hafiz, edhe ti po i shton edhe më shumë benzin zjarrit, të lumt pra ty. Kush e krye këtë zjarr? Ha? A nuk e ndezë ti këtë zjarr duke u martuar me Karan për të futur fezën në burg? Ke bërë shumë, gjithçka shkoi sipas planit. Shumë mirë e rregullove këtë punë. Ke menduar ndonjëherë të hish në një martesë fiktive? Hall, ti nuk mendon se Feza do të kishte filluar të hetonte këtë çështje? Unë e futa vrasasin në burg, pra. Futa pas hekurave një mafia që shiste organe fëmijësh? Dikush tjetër do të më kishte dhënë një medalje për këtë.
Nuk mund të divorcohesh për një vit. Edhe ti, barbar të lumt, sigurisht që do të divorcohem, se nuk mund të mos divorcohem. Por, më thanë që nuk mund të ketë një divorc të pa kontestueshëm para një viti. Pra duhet të jetë një divorc i kontestuar, do me thonë. Por, aga, ti mos u shqetëso. Unë kam folur me një mikun tim. Ai ka përgatitur letra dhe ne do të shkojmë t'i marrim ata. Pastaj do të shkojmë te Kara me konatën time dhe do t'i marrim letrat e firmosura. Pastaj ata do të divorcohen në një seancë. Pikërisht ashtu, sa ëmbël që po flet tani vëlla Xhemal të lumt. E gjithsesi kur të vi në vete Kara, unë do të shkoj dhe do ta bëj të nënshkruaj atë. Unë do ta sjell atë në vete. Ti mos u shqetëso. Hajde, ngrihu. Ku do të shkojmë? Në spital. Përse? Jam me nxitim. Hajde të ikim. Ti përse nxiton? Hajde ngrihu, le të shkojmë një herë. Mirë, mos u ngrit, Ulu. Ulu, ha mëngjes aty, unë do ndryshoj veshën dhe do vi. Eja shpejt. Hajde. Hajde urdhroni, filloni të hani. Nuk ka një valvul tjetër kjo në fund? Vaj, si ndodhi kjo? Nuk e di, u thye pra, nuk e di asun. Moj vajz, ku është kapaku i valvulës? Xhaxha Hafiz, këtu i dhe një sy të lutem, e ti shko poshtë mere një qanë veglash. Xhaxha Hafiz, dale ujë në valvulën kryesare. Në rregull, në katin poshtë. Ja! Është në katin e poshtën të thash. Eja, shpejt hyr brenda. Eja, hyr. Çfarë ndodhi Kunat? Vëlla Xhemal, Çatalli është akoma në klinik? Çfarë? Çatalli, po të them Çatalli. A e di ai se Feza është arrestuar apo është ende në klinik? Jo, askush nuk do ta merrte vesh. Sare po e mban sekret që të mos dëgjoj burime dhe të vrapoj. Por pse po pyet Kunat? Mirë, tani ti telefono policin dhe thuaj të shkojë në klinik dhe të arreston Çatallin menjëherë. Pse? Vëlla Xhemal, ti përse mendon se Barbari është me nxitim? Pse? Sepse Feza është arrestuar, pra, banda mafioze fëmijëve dhe organeve shkatruar. Çfarë të ndodh tani sipas teje? Çfarë mendon se do të bëj Barbari pasi të më çon në spital dhe të zgjedhë çështjen e divorcit? Ai do të vras baban e tij, o zot, më ndihmo. Nuk do ta vras. Unë nuk do ta lejoj kjo të ndodh. Çatalli është në kërkim gjithashtu, ti tani telefona policin dhe dërgoj në klinik, ata të kapin Çatallin dhe do ta dërgojnë në burg. Barbari nuk do të jetë vrasës i babait. Në rregull. Këtu është 4132-shi. Në klinikën Polat është parë Talat Shahin me Nofkën Çatall, i cili kërkohet nga policia. Ai mund të ecë vetëm me baterica, nuk mund të shpëtoj lehtë. Duhet ta kapim menjëherë që të mos na ikë. Këtu është qendra Roger. Ne do dërgojmë ekipet më të afërta menjëherë në adresën e fjalë. 3455, 3 minuta nga klinika e latë përmendur. Tani po fillojmë të veprojmë. Eja në djamë. Kunat? Çka je ti, Kunat, çka je? Do të kemi frikë nga ti. I futet 2 kriminal në burg për 24 orë. Ndoshta duhet t'ju punësojmë në komisariat.
Valla Gjemal, Urdhro Kunat. më dëgjo. Barbari nuk do ta di kur për këtë gjë që e bëm ne të dy. Në rregull? Nëse ai e kupton që unë jam shkaku që ai nuk mund të hakë merret ndaj tatit, nuk do të më fal kur mua. Mirë Kunat, mos u shqetëso, nuk do t'ja them kur. Gjithsesi, është e dyshim se ai do t'ju fal ndonjëherë, por Se nuk e solle çantën e veglave Gylajshe? Ha? Po, nuk e gjeta dot ku është kjo çantë vaj. Edhe unë nuk e gjeta, aga, nuk munda. Se gjeta. E shikova edhe këtu, e pash pra. Djema jeni, shpejtoni. Mos lëviz policia. Oh, ti je zgjuar. Shërim të shpejt. Faleminderit. Faleminderit. Si je? Mirë jemi. Kam kohë që jam zgjuar, por pse ai s'është zgjuar akoma? Ali, prit mirë. Ti e ktheve nga vdekja, djali. Kara kishte një transplant të vështirë të veshkave. Aliu ja dha veshkën lehtë. Po, lehtë ishte. Më jep ti tani mua të shohim. Unë nuk mund ta jap, grupi im gjakut nuk përputet. As Emerxhanit dhe Zipkinit nuk përputet. E jo t'ju përput ti edhe. Me qenë se jemi të Zipkini, më duhet të flas me ty para se Kara të zgjohet. Për çfarë po flasim, Sare e dashur? Çfarë mendon se po flasim, njeri i dashur? Zaferi nuk mundi të vinte në spital për të qenë me motrën dhe vëllezërit e tij. Ne duhet ta zgjidhim këtë çështje të arratisur tani. Por si? Ali, ti i ke dhënë veshkën Karas. Në rregull. Bisedo me Karan para se të zgjohet dhe thuaj ta shfaqsoj Zaferin. Jo, nderuar prokurore. Do duket sikur unë po sakrifikoj veten në këmbim të veshkës. Ka të drejtë. Kara do të mendoj se Aliu ja dha veshkën për të shpëtuar Zipkinin. Ai tashmë është i zemruar me ne. Çfarë është kjo? Njeriu madje ja dha veshkën, ai duhet të fal. Çfarë do të themi, vëlla? Të kam dhënë veshkën time, kështu që ti do shpëtosh Zipkinin nga arratisja. Dhe do të rrofesh se ke vrarë Menderesin? A do t'i themi që ti jetoj me veshkën e re në burg? Jam lodhur nga këto sakrifikimet e tua, mjaft me të vërtet mjaft. Vëllai Mete, një herë sakrifikuam Karan për hir të Gylajshes. Nuk do ta bëjmë më. Pikërisht. Edhe sikur ne ta bënim, Zipkini do ta donte këtë. Kush do të thotë se ai nuk do dëshironte? Po ai është fajtori. E Sara, ne i detyrojmë një jetë Karas. Aliu i dha veshkën. Zipkini gjithashtu do të shkojë në burg. Nëse është e nevojshme, do t'japim edhe jetën tonë. Por nuk do ta sakrifikojmë më. Kështu është me ne. Ashtu. Kështu është me ne. Kështu me ne. Ja, vërtet do me thënë pra kështu me ju, zot qyte pastre. Mirë, kështu është me mua.
ose Kara do ta pranoj fajin dhe do ta shfaqsoj Zaferin, ose unë do ta arrestoj Karan ditën që do dal nga spitali dhe do ta detyroj të rrefej gjatë marrjes në pyetje. O zot, çfarë është kjo pra? Mjaft bre! Sare e dashur u zemrua shumë. Sepse është prokurore Savit. Kjo është arsyeja. Kjo është arsyeja. Kara vdiq. Çfarë? A vdiq Kara? Kara ka vdekur. Kara nuk ka vdekur. Kara është gjallë. Hajde fshija ta lotët tu. Kara vdiq. Ai nuk ka vdekur. Kara nuk ka vdekur, betohet. Betohet. Kara vdiq. Ai nuk ka vdekur. Hajde fshija ta lot. Fshija ta lot, s'du të shoh. Zafer. A je mirë? Ashtu. E humba mendjen për një qast, Sare. Sare. Të përqëroj më jep lajmë. Si është gjendja tyre? Ali ju erdhi në vete. Po Kara? Operacioni shkoj shumë mirë. Sa mirë. Faleminderit Zot. Ndalo! Sa e rëgzuar. Faleminderit Zot. Do bie! Kara do të vdes. Kara është gjallë. Ajo është gjallë. Ndalo! Ai do të jetoj. Ndalo pra, ndalo. Ai do të jetoj. Ai do të jetoj. Ashtu. Më vjen keq. U gëzova shumë dhe U çmende nga gëzimi, pra sigurisht është shumë normale, nuk ka problem. po prap. Kështu. Kjo dua të them, a ka ndonjë lajm nga gjykata për Fezën? Ka. Vendosëm ta mbajmë në paraburgim. Me çështjen e trafikimit të fëmijëve, ai nuk do të dalë nga burgu për gjithë jetën. Sa mirë. E hoqëm qafe dhe Fezën. Edhe Kara është gjallë. Prokurore? Mendon se kemi qenë me fat, a? Me fat? Nuk e di. Do shta Kara është. Ne patëm një përvojë të mirë në këtë drejtim. Por nuk mund të them të njëjtën gjë për ty. Çfarë thua kështu, ha?
Shiko, Ali u dha veshkën e tij sepse grupi i tij I gjakut tërputhej, por organet e mia në vend, janë gati të luftojnë. Ha? Ja, ti apo shtitesh me mua, apo vërtet je budalla, Zafer? A është e përshtatshme që një prokuror të përdorë këto fjalë? Zafer, vërtet nuk është koha për shaka. Duhet të flasësh me Karan. Mirë, ti shpëtove jetën, mirë. Por ai duhet të shfaqsoj nga vrasja ty. Mirë, le të themi se po shkoj. Le të themi se bisedova me të. Qëndrova përballë ti dhe fola. Si do më shpëtoj mua pa u sakrifikuar ai? Nuk e di! Nuk e di! Nëse sakrifikohet, le të sakrifikohet. O zot, është më mirë se të ta arrestojnë. Nëse nuk lirohesh, herët avon do të shkosh në burg. Jeta jote do të shkatërrohet, a e kupton? Ti, për mua, më duket se shumë shqetësohesh. Unë shqetësohem për të gjitha ata që janë pafajshëm. Sidoqoftë, gjeje një mënyrë për të folur me Karan. Në rregull? Hajde, miru pafshim. Faleminderit, Zoti. Po zgjohet. Shpirti motres? Kara? Vëlla? Shpirti motres? Sabit. A e ti? Unë jam. Çfarë ndodhi? Ti ke bërë një transplant të veshkave. Prit. Çfarë po bën djalosh, ndalo pak? A kush? Kush më dha mua? Aliu. Ke të njëjtën grup gjakut me Anliun. 0 negativ. Gjaku juaj përputhet. Mergjan. Po qanë. Mbyllë gojën. Fakti që më operuat pa lejen tim është krim. Kush ju dha leje? Si gruaja jote ligjore? Unë ju dhash leje. Ti. Spitali për këtë fondacionit tonë dhe ashtu e kemi rregulluar pra. E zgjidhet ti. E ke rregulluar apo jo? Po pra. Ti në vend që të zemërosh me mua? Faleminderoj vëllain tënd Aliun, që të ktheu në jetë duke të dhënë një vesh këty. Po, falenderit shumë, vërtet. Nëse nuk ja një mos me njohës, firmosi këto tani? Ç'është ajo? Dokumentet e divorcit. Dokumentet e divorcit. Kjo është mrekullueshme. E ne, a nuk u martuam për të futur vëllan tënd në burg para se të vdisje? Vëllaju i tu kape dhe është në burg. Edhe ti e ke veshkën tani dhe nuk do të vdesësh. Tani në shkruaje këtë dhe le të përfundoj, hajde.
Unë nuk do të divorcohem. Nuk divorcohem. Nuk e dhënë veshkën e këtij djali pa lejen time dhe unë nuk divorcohem. Hajde, vazhdo të luftosh tani. Çfarë? Nuk divorcohem, thash. Idiot Gylajshe. Një budallaqe pra. Se besove që ai do të divorcohej nga ty, turp të qoftë ty. Mallkuar qoftë ky truryt. Rezultati? Çfarë rezultati? U divorcuat. A është ka që lehtë të divorcohesh sipas teje? Ky proces duhet të ketë një gjykim edhe shumë procedura pra. Gylajshe, Aj, mos luaj lojra me mua. Ai firmosi ai djalë letrat e divorcit. e ashtu. Si u rëzua fëmiu, shikoje. Çfarë fëmije, moj? Hape, mos më bëjt bërtas! Hape derën! Unë po shkoj në pallat? Po shkoj në pallat, po të them nëse do një përgjigje e aty në rregull? Gylajshe, hape! Mos haro të sillesh mirë edhe ti në rregull? Hajde shihemi. Gylajshe! Barbaros, birë çfarë ndodhi? Gylajshja ku është? Në terracë?